Vazhdojnë përpjekjet për zgjedhjen e presidentit, kryeministri Kurti takon sërish kreun e PDK-s Bedri Hamza. SBA dhe Izraeli godasin Iranin kundër përgjigjet Tehranit. Kosova mbështet sulmet amerikane kundër Iranit, MPE kërkon kujdes nga shtetasit e saj në lindjen e mesme. Shënohet përvjetori i masakrave në Qirez e Likoshan që konsiderohen si aktet e para të dhunës që mobilizuan popullatën. Shikus të ndëruar, mirë mbrëma. Në përpjekje për të gjetur zgjidhje për çështjen e presidentit, kryeministri Kurti sot sërish ka takuar kreun e PDK-s Bedri Hamza. Pas takimit në orët e mbrëmjes, Kurti ka thënë se kur nuk ka mundësi për marrëveshje politike, do të ketë kandidatura partijake. Kurti bëri të ditur se lëvizja vetëvendosje do ta mbajë nesër mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm, ku ndër temat kryesore do të jetë edhe çështja e presidentit. Ndërsa kryetari i PDK-s Bedri Hamza ka thënë se kanë dhënë ofertën e fundit dhe konkrete për të shmangur zgjedhjet. Zhvillimet e sotme i ka përcjell gazetarja Arlinda Sejda. Arlindën e kemi në transmetim të drejt për drejt dhe përshëndesim. Arlinda, na thuaj, a ka diçka konkrete nga takimi i sotëm i kryeministrit Kurti me kreun e PDK-s dhe a ka gjasë deri të mërkurën të kemi një kandidat për president? Përshëndetje gëzim për ty dhe shikuesit, nga takimi i cili ka nisur që nga ora 16 që zgjati për rreth një orë mes kryeministrit të vendit Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, nuk doli të ketë një marrëveshje për një emër konsensual për president. Pas takimit, disa orë më vonë, kryeministri Kurti doli me një deklarim për media, për çka tha se pritet të ketë propozime partijake për një emër për president. Kurti sigurisht deklaroi që lëvizja vetëvendosje do të mbledh Këshillin e Përgjithshëm të partisë për pikat e rendit që do t'i kenë, por ndër të tjerash tha se pritet të diskutohet si pikë e mbledhjes së tyre edhe çështja e presidentit e që pritet nëse shkohet me propozime partijake edhe lëvizja vetëvendosje të ketë një emër. Unë tani uftoj të ndjekim deklarimin e kryeministrit Kurti pas mbledhjes me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza. Kur s'ka mundësi për marrëveshje politike, kur s'ka mundësi për propozim konsensual, atëherë do të kemi propozime partijake që do të merren vesh shpejt, por emrat e përveçëm duket që shkoj edhe kjo e shtun e fundit e ditës fundit muaj shkurt pa emra konkret. Keni përcaktuar tashmë për ndonjë emër kryeministër nga shumica? Ne nuk jemi përcaktuar për emër të veçantë. Ju e dini që vetëvendosja është subjekt jo veç se i gjëre i madh, por është më i madhi në Kosovën e pas luftës dhe besoj që nuk është vështirësia aty. Vështirësia do të jetë tek hapat që na presin në vjem dhe uroj për një garë sa më demokratike, të hapur dhe natyrisht sa më parë ta kalojmë edhe këtë sfidë. Por deklarim pas mbledhjes, sigurisht pas këtij takimi me kryeministrin Kurti në një adresim në një konferencë për media, pati edhe kreu i Partisë Demokratike Bedri Hamza. Ai tha se në vazhdon e përpjekjeve për një emër konsensual, për çka gjatë gjithë këtyre ditëve të fundit është përpjekur sigurisht edhe Partia Demokratike e Kosovës, siç
tha ai në një takim me kryeministrin e vendit Kurti, nuk është arritur një marrëveshje për një emër të tillë. Hamza deklaroi se Partia Demokratike e Kosovës ka dhënë ofertën e vet në takimin me Kurtin, e siç tha ai, është një propozim për kandidatin për president nga Partia Demokratike e Kosovës, për cilin Hamza nuk dha emër. Ai tha që kjo është përpjekja e fundit sa i përket çështjes së zgjidhjes së presidentit. Por siç shihet nga këto deklarime, edhe dita e nesërme pritet të jetë intensive në këtë përpjekje, qoftë për gjetjen e një zgjidhje apo zhvillimeve për presidentin, pasi që kuvendi ka afat vetëm deri me 4 mars për të zgjedhur presidentin e vendit. E ndjekim tani deklarimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza në konferencë për media pas takimit me Kurtin. Sot, në takimin e dytë, që pata me zotin Kurti, për këtë çështje, pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, gjatë ditës, si PDK ofrum edhe një mundësi konkrete dhe të fundit për të shmangur zgjedhjet e reja. Kërkuam që zgjedhet presidenti i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, me qëllim për të garantuar stabilitetin institucional dhe tejkalimin e ngërçit politik. Me këtë ofertë të bërë në frymën e përgjegjësisë dhe për të mos lënë vend krizën e panevojshme, kryesia e Partisë Demokratike vlerëson se kontributi ynë në këtë proces është përmbushur. Të nderuar përfaqësues të mediave, sot është 28 shkurti. Kanë kaluar 2 muaj nga zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe më shumë se 2 javë nga votimi i qeverisë Kurti 3. Kjo është dita fundit e muajit dhe kanë mbetur vetëm edhe 4 ditë deri në përfundim të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Në këtë kontekst kohor, është legjitime të shtrohet pyetja nëse takimet e minutës të fundit po zhvillohen për të gjetur realisht një zgjidhje apo për të ngushtuar artificialisht kohën në mënyrë që procesi të zhvendoset nga opozita. Vazhdojmë edicionin me zhvillimet të fundit në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit që nga mëngjesi ka nisur sulme kundër Iranit. Presidenti Donald Trump ka konfirmuar se SBA-ja ishte përfshirë në sulm. Në anën tjetër, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, përmes një deklarate ka thënë se ka filluar valjen e parë të sulmeve të gjera me raketa dhe dron kundër Izraelit, derisa është raportuar për shpërthime në vendet arabe të Gjirit ku ndodhen bazat amerikane. Përderisa operacionet amerikane dhe izraelite në Iran po vazhdojnë, fati i udhëheqësit suprem të Iranit mbetet i paqartë. Përderisa forcat izraelite dhe ato amerikane po vazhdojnë me goditje të caqeve brenda Iranit, mediumet, si dhe zyrtarët të ndryshëm në rajon po tentojnë të mësojnë fatin e udhëheqësit suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei. Edhe pse Izraeli konfirmoi se gjatë orëve të para të sulmeve ka shënjestruar shtëpinë e Khameneit, rezultati i këtij sulmi mbetet i paqartë. Zyrtarët izraelit ende nuk kanë dhënë njoftim përfundimtar, përderisa disa mediume në Izrael kanë thënë se sulmi ka qenë i suksesshëm dhe se Khamenei u vra gjatë tij. Por Teherani zyrtar ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se edhe pse shtëpia e Khameneit u godit, udhëheqësi suprem është në gjendje të mirë dhe po vazhdon të udhëheqë shtetin nga një vend i sigurt. Gjithashtu ka raporte të pakonfirmuara se gjatë sulmeve fillestare janë vrarë disa prej figurave më të rëndësishme të regjimit dhe Gardës Revolucionare, por këto raporte momentalisht nuk mund të konfirmohen. Ndërkohë, nga Irani vazhdojnë të vinë raporte për shpërthime në pjesë të ndryshme të vendit, ku Izraeli dhe Amerika po vazhdojnë të godasin sisteme të mbrojtjes ajrore, baza ushtarake, baza të marinës, si dhe caqe të ndërlidhura me regjimin apo Gardën Revolucionare.
Disa njoftime kanë thënë se coku kryesor i fazës fillestare janë mbrojtjet ajrore dhe lancuesit e raketave dhe fluturakeve pa pilot, me të cilat Irani tani më ka sulmuar 8 vende të rajonit, duke nxitur reagimet e menjëhershme nga udhëheqësitë e vendeve të shënjestruara, si dhe nga bashkësia ndërkombëtare. Britania e Madhe tani më ka njoftuar se aeroplanët britanik në të rajonin kanë filluar të operojnë si pjesë e mbrojtjes kundër sulmeve iraniane, përderisa Arabia Saudite ka denuar në termet më të ashpra sulmet e Iranit ndaj vendeve rajonale, duke shtuar se tani Mbretëria Saudite i ka vendosur të gjitha asetet ushtarake në dispozicion të vendeve si motra dhe ka shtuar se shkeljet e metutjeshme të sovranitetit do të kenë pasojat më të rënda. Përveç Arabisë Saudite, edhe vende tjera të cilat u shënjestruan nga Irani, njoftuan se janë të gatshme të përkrahin operacionet. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka sinjalizuar se ky do të jetë konflikt më i gjatë dhe më intensiv se sa herave të kaluara dhe se qëllimi i tij është ndryshimi i regjimit, i ka bërë thirrje ushtrisë rregullt iraniane që të ulë armet, duke shtuar se ca i sulmeve janë regjimi dhe garda revolucionare, dhe njëkohësisht i ka bërë thirrje popullit iranian që të shfrytëzon momentin dhe të delë në rrugë për të rrëzuar regjimin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mbështetjen e saj ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas sulmit ndaj Iranit. Në një reagim në rrjetin social X, Osmani ka deklaruar se ka ardhur ora e lirisë për popullin e Iranit, duke falenderuar udhëheqjen amerikane dhe presidentin Donald Trump. Ajo riteksoi se Republika e Kosovës qëndron pa luhatje me Shtetet e Bashkuara dhe aleatat e saj në mbrojtje të lirisë, paqes, sigurisë dhe stabilitetit. Presidentja dënoi gjithashtu sulmet të regjimit iranian ndaj aleateve të Kosovës në lindjen e mesme, duke shtuar se Kosova do të vazhdojë të mbështesë veprimet të ndërmarra nga SBA-ja dhe partnerët e tjerë për t'i dhënë fund regjimit iranian dhe për të hapur rrugë për liri dhe paqe. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka reaguar pas sulmit ushtarak të ndërmarrë nga SBA-ja ndaj Iranit. Në reagim thuhet se Kosova ka shprehur mbështetje për presidentin Donald Trump në përpjekje për t'i frenuar regjimet që kërcënojnë popujt e lirë dhe për të mbështetur aspiratat e popullit iranian për liri, dinitet dhe demokraci. Në deklarat thuhet se regjimi iranian për dekada ka shtypur popullin e vet, ka destabilizuar rajonin dhe ka kërcënuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas ministrisë, liria, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit janë vlera universale që meritojnë mbrojtje të palëkundur. Situata në lindjen e mesme pas sulmeve të fundit do ta diskutojmë edhe në studio me të ftuarin ton analistin Melazim Koci. Zoti Koci, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Për shkallëzimin e situatës mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit konsiderohet ndër situatat më të ndjeshme me mundësi për shkallëzimi. Çfarë shkaktoi këtë raund të ri të sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit dhe a bëhet fjalë për goditje parandaluese ndaj infrastrukturës ushtarake dhe bërthamore iraniane për përpjekje për të frenuar ndikimin rajonal të Tehranit apo për një mesazh strategjik në një moment tensionesh të larta gjeopolitike? Tani kemi të bëjmë me një varg motivesh. Nuk është një, është vazhdimësi e sulmeve që u bën në vitin e kaluar në qershor, kur pala amerikane dhe izraelite supozuan se kanë dobësuar regjimin dhe se me protestat të brendshme mund ta përmbysin, por kjo nuk doli e saktë. Regjimi i Khomeinit shtypi protestat, kishte mira të vrarë, mesin e tyre shumica student, do të thotë. Aktualisht kemi të bëjmë me një sulm, do të thotë, raketor, i cili ka dy objektive. Një që nuk e fshehin as amerikanët as izraelitët, përmbysja e regjimit. Dhe supozojnë që përmes përmbysjes së regjimit Ayatollah Khomeinit do ta ndalin, do ta jetësojnë synimin tjetër, do ta ndalin programin bërthamor të Iranit. Para 2 dite në
në Zvicër kanë dështuar bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani për ndërprerjen e pasurimit të uraniumit, që është i domosdoshëm për programe bërthamore. Bisedimet do të thotë amerikano-iraniane kanë dështuar dhe kjo ishte sulmi ishte i paralajmëruar. Unë mendoj se synimi i sulmit, objektivi përfundimtar i sulmit është përmbysja regjimit. Madje në fjalën e zotit Trump, presidenti Trump, ai ftoi hapur iranianët që pas një vale të fuqishme të goditjeve, ata të ngriten dhe vetë të përmbysin regjimin e Ayatollah Khomneit. Dyta mendoj që synohet edhe goditja e ndikimit rajonal të Iranit. Irani ka ndikim financon, stërvit, Hamasin, Hezbollahun, që shkaktojnë shumë probleme, jo vetëm Izraelit, por edhe vendeve tjera arabe, përreth Iranit, përreth Izraelit. Mendoj se kjo është objektivi. Do të thotë sot, siç është raportuar nga agjencitë e lajmeve, objektiv ka qenë udhëheqja e Iranit, do të thotë udhëheqja politike dhe ushtarake. Deri me tani nuk është e konfirmuar, do të thotë që e kanë goditur liderin Ayatollah Khomnei, ndonse kishte lider të vrarë ushtarak, do të thotë. Supozohet që ministri i mbrojtjes dhe lideri i gardës revolucionare është vrarë dhe disa të tjerë. Dhe unë mendoj që tehu i goditjes sulmeve amerikano-izraelite do të jenë, do të thotë udhëheqja, jo absolutisht jo caqet civile. Tani sa do të jenë të suksesshëm nuk e di. Mirë, pamje kundërreagim të Teheranit në disa pjesë të lindjes së mesme. Kjo është e habitshme. Ku ishin bazat amerikane. A mendoni që kjo luftë po shpërndahet, po rritet? Nuk e përjashtoj, këtë e tha edhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara sot Antonio Guterres, më tha që ka rrezik të shtrirjes së konfliktit në rajon, sepse thjesht është pak e pakuptueshme që Irani sulmon vendet arabe. Po të ishtin sulmet vetëm ndaj caqeve ku jenë bazat amerikane, kjo dhe deri diku mund të kuptohet, por ka sulme edhe ndaj objekteve civile. Është goditur një hotel luksoz në Dubai sonte, pastaj në Bahrein është goditur një ndërtesë. Katari madje para pak orë deklaroi që nëse Irani vazhdon me sulme kundër caqeve në Katar, ata do t'i shpallin luftë. Në një skenar tjetër, a shihni që të ndërhyjë ushtria amerikane në Iran? Jo, këtë e përjashtoj. E keni fjalën për ushtrinë forcat toksore. Jo, këtë e përjashtoj, nuk besoj. Do të jetë goditje shumë e fuqishme, sepse kemi koncentrimin më të madh të forcave ushtarake amerikane rreth Iranit nga viti 2003, nga koha e intervenimit në Irak. Ky është koncentrimi, përqendrimi më i madh. Izraeli e bëri të ditur që asnjëherë në histori nuk kanë përdorur në këtë mas forcat ajrore. Por e përjashtoi mundësinë e ndërhyrjes toksore, sepse do të ishte shumë e rrezikshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani është një vend shumë i madh, ka forcat që i ka ndërtuar me dekada, dhe unë këtë mundësi e përjashtoj, pres që goditja të jetë e fuqishme ndaj liderëve të Iranit, dhe ndoshta instalimeve të naftës për ta goditur ekonomikisht. Ngushtica e Hormuzit është raportuar që është mbyllur. Ajo mund të shkaktojë rregullim të furnizimit me naftë, mund të shkaktonte edhe përplasje, mund të shkaktojë përplasje të mëdha, por atë që pyet pak më herët, nuk përjashtohet mundësia e zgjerimit të konfliktit në këtë fazë për shkak të sulmeve që bën ndaj vendeve të tjera arabe. Do të thotë sot janë sulmuar 5-6 vende të tjera arabe, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania, Katari, Bahreini. Është vërtet që në këto vende ka baza ushtarake amerikane, por janë goditur caqe civile. Do t'i koci shumë shkurt për fond. Si presni që të mbyllet ky konflikt? Pres që në këto 2 javë të shohim sulme të fuqishme raketore, pra do të shohim teknologjitë më të fundit në rrafshin e armatimit më modern, por nuk jemi sigurt nëse do të jetësohet ajo që fton presidenti Trump, pra që populata iraniane të ngritet kundër regjimit dhe ta përmbysë atje. Do të ishte një fat për atë populatë, sepse për ta bërë të qartë për shikuesit, Shtetet e Bashkuara nuk kanë asgjë
nda Iranit si popullat, janë një nga popujt më të lavdishëm, është një civilizim i jashtëzakonshëm, është një popullat që i ka dhënë shumë, si civilizim, si popullat i ka dhënë shumë artit, shkencës, kulturës, botërore, por ja që në këto 47 vite është i ngulfatur nga një regjim diktatorial, i cili e ka shtypur, do të thotë. Unë uroj që ata gjejnë forcë dhe pas goditjeve 10 ditore ose 2 javore të ngriten dhe ta përmbysin regjimin e Ayatollah Pasi Khamenei. ju kemi në studio dhe mundësisht shumë shkurt, edhe një pyetje për zhvillimet e fundit në vendin tonë. Sot kishim një takim mes kryeministrit Kurti dhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza për mundësinë e gjetjes së ndonjë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit. A mendoni se gjatë këtyre ditëve që ka mbetur do të kemi një propozim ose zgjidhje konkrete se si do të ecet në këtë rrugë apo do të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme? Fillimisht duhet të them që jam i befasuar sepse nga takimi i parafundit, i para 4 dite, ishte evidente që kishte një paramarrëveshje, them, për gjetjen e një kandidati konsensual. Dhe kjo do të shtonte gjasat që kjo çështje të zgjidhet në formën më të mirë të mundshme. Por kjo që dëgjuam sonte, mendoj që është befasi, jam i befasuar, sepse tani nëse shkohet me kandidat individual, se cila parti të kandidoj me një, mendoj që e komplikon çështjen dhe mjerisht shton gjasat që Kosova shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme, megjithatë duhet pritur edhe 3-4 ditë, megjithatë nuk duhet humbur shpresën, gjasa megjithatë ende ka. Unë uroj që liderët tanë të gjejnë një kandidat konsensual, pavarësisht deklaratave të sonte të zotit Kurti dhe të zotit Hamza. Zoti Koci, falenderoj për intervistën dhe kohën. Faleminderit për ftesën. Me 28 shkurt 1998 në fshatrat Qerez dhe Likoshan u shënua një nga ngjarjet më tragjike që paralajmëroi fillimin e luftës në Kosovë. Në kompleksin memorial sot përkujtohen civil të pafajshëm, burra, gra, fëmijë që u vran nga forcat serbe duke u kthyer në simbol të sakrificës dhe rezistencës. Familjar, bashkëfshatar e mërgjimtar rikthehen çdo vit për të nderuar kujtimin e të rënëve. Rasim Jetullahi nga Vërnica, i ardhur nga Gjermania pas shumë vitesh, thot se kjo ditë ka domethënie të veçantë për të. Ai kujton me dhimbje se askush nuk e kishte menduar për masën e masakrës që do të ndodhte. Mas 9 vite, se isha mërzit shumë për këtë vend, më kënaq në Kosovë, si çdo mërgjimtar, shqiptar, edhe nuk e mendoja, se mendova që do bëhet gjithë kjo luftë, gjithë kjo masakër këtu. Dhimbjen më të madhe e bartin familjarët e viktimave. Merita Miftari nga Likoshani rrëfen momentin kur mori lajmin për vrasjen e babait të saj. Baba konë në shpe me nana, se konë nana pa ledheshme, s'ka mujtë me itë. Edhe kam zonë, kam qëtë jashtë, kam ra, ledin. Bashkëfshatarët thonë se ky vend është themeli i rezistencës në Drenicë dhe simboli qëndresës së popullit shqiptar. Këtu e vliju shumë njerëz, shumë pafajshëm, ka pas ndërta fëmijë, gra, shtatzëna, e gjitha prej këtushit ka fillu emblema e UÇK-s. Masakra e Qirezit dhe Likoshanit konsiderohet si një nga aktet e para të dhunës masive që mobilizoi popullatën dhe i dha hov rezistencës së armatosur. Sot, ky kompleks memorial mbetet vend kujtese dhe reflektimi për sakrificën e civilëve dhe rrugën drejt lirisë së Kosovës. Me rastin e 28 vjetorit të masakrave në Likoshan e Qirez, presidentja Vjosa Osmani ka thënë se gjaku i të rënëve të Likoshanit dhe Qirezit u bë thirrje për qëndresë, dinjitet e liri. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka thënë se këto masakra shënuan një pikë kthese në historinë e Kosovës dhe rriti ndërgjegjësimin kombëtar e ndërkombëtar për zhvillimet në vend. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se gjaku i të rënëve të Likoshanit dhe Qirezit u bë thirrje për qëndresë, për dinjitet dhe për liri.
Ndër të tjera, Osmani tha se më 28 shkurt 1998, regjimi gjenocidial i Serbisë kreu një nga aktet më të rënda të terrorit shtetëror në Kosovë, duke vrarë mizorisht 24 banor të Likoshanit dhe Qirezit, prej të cilëve 20 civil që u shndruan në martir e 4 dëshmor të UÇK-s që ranë heroikisht në mbrojtje të popullatës civile. Në Likoshan dhe Qirez, kryeministri i vendit Albin Kurti vendosi kurora me lule dhe kujtoi se në mesin e të vrarëve ishte edhe Rukia Nebihu, 27 vjeçare shtatzën në muajin e 7. Sipas tij, masakra ndodhi mes sulmeve ndaj familjes Jashari në Prekaz dhe u bë moment mobilizimi për rezistencën e armatosur. Por ja përkujtojmë vetës se sa i lartë ka qenë çmimi i lirisë që e gëzojmë dhe shtetit që i kemi, dhe se kemi obligim që gjithë një ma shumë ta rrisim ekonominë, që ndihmojmë pleqve, grave, fëmijëve para së gjithash, por edhe ndërmarrësve që të kemi sa më shumë zhvillim, e para së gjithash mbi të gjitha ta forcojmë ushtrinë e Republikës Kosovës. Homazhe bën edhe krerë komunale përfaqësues politik. Kryetari i Skënderajt, Sami Lushtaku, e cilsoi 28 shkurtin si një ditë të errët, por që shënoi fillimin e një vetëdijsimi të ri qytetar. Ndërkaq kryetari i Drenasit, Ramiz Ladrovci, tha se ngjarja ndikoi në mobilizimin e gjerë të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe në rritjen e mbështetjes ndërkombëtare për Kosovën. Më 28 shkurt 1998, në vendin e quajtur te tre lisat, u zhvilluan përleshje mes pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Pas luftimeve, forcat serbe rrethuan fshatrat dhe ekzekutuan civil të pafajshëm. Kalojmë tani në Tiranë, ku për pak qaste pritet të fillojë protesta e thirrur nga Partia Demokratike. Për të mësuar më shumë rreth kësaj proteste, do të lidhemi tani me kolegën ton nga RTS, Jonida Omeri. Jonida, të përshëndes, na thoni, a ka filluar protesta dhe si paraqitet situata në Tiranë tani? Ju përshëndes edhe unë, faktën rreth orës 18 ka startuar protesta e opozitës e 4-ta për këtë vit, një protestë e cila ndryshe nga protestat e shkuara ka qenë e zhvilluar, por në fakt është duke u zhvilluar edhe në këto momente në marshim, pra në disa prej institucionet kryesore të vendit. Fillimisht ka nisur tek kryeministria, ku ka qenë një protestë e qetë, edhe ka patur me qindra qytetarë të cilët kanë shprehur mesazhet e tyre. Më pas të protestuesit janë drejtuar drejt institucioneve kyçe të vendit, siç është drejtoria e policisë, parlamenti, Ministria e Infrastrukturës, por edhe ministri të tjera, aty ku ka patur tensionet të shumta dhe përplasje mes protestuesve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, por edhe të opozitës në blok me efektivët e policisë. Ka patur përplasje, fillimisht kanë qenë protestuesit ata të cilët janë drejtuar me molotov institucioneve, teksa ka patur kundër përgjigje nga ana e policisë së shtetit me gaz lotellës, por natyrisht edhe me ujë. Vijon të jetë një protestë e tensionuar, faktën në këtë momente që po flasim, qytetarët janë drejtuar drejt ambienteve të parlamentit, aty ku janë duke zhvilluar pra marshimin edhe protestën e tyre dhe duke hedhur molotov drejt institucioneve kryesore të vendit. Jonida, të falenderoj për këtë transmetim të drejt për drejt nga Tirana. Ndërkohë, kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj në përfundim të vizitës së tij në Maqedoninë e Veriut sot ka vizituar Tetovën. Begaj mbajti një fjalim edhe para studentëve të Universitetit e Tetovës. Në ditën e tretë të vizitës së tij në Maqedoninë e Veriut, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj u prit sot në Tetovë nga kryetari i kësaj komune, Bilal Kasami. Ai vlerësoi se kjo vizitë është një moment i veçantë për forcimin e bashkëpunimit dhe lidhjeve vëllazërore mes shqiptarëve në rajon. Kjo vizitë shënon jo vetëm një takim institucional, por edhe një shprehje të gjallë të lidhjes së fuqishme që ekziston mes shqiptarëve kudo që ndodhen dhe adheu të tyre Shqipërisë. Tetova është një qendër e rëndësishme kulturore, arsimore dhe ekonomike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Bashkë me Kasamin, presidenti shqiptar vizitoi shkollën Liria në Tetovë, ku para të pranishmeve tha se të gjithë duhet të bëhemi misionar të shqiptarisë. Të ruash gjuhën, traditën dhe elementet e tjerë identitar dhe ti promovosh këto vlera ndërbreza e ndërvise është kauza jonë e përbashkët, kauza që në mban gjallë. Begaj mbajti një fjalim edhe para studentëve të Universitetit të Tetovës.
Presidenti shqiptar ditë më parë në Shkup u prit në një takim edhe nga homologja e tij maqedonase Gordana Siljanovska, me të cilën vlerësoi përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie funksionale multietnike në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se përfaqësimi i drejtë dhe dinjitos dhe adekutat i shqiptarëve në institucionet shtetërore, zbatimi i plot i ligjit të gjuhës me përdorimin e gjuhës shqipe, i cili ka lidhje me identitetin kombëtar shqiptar, dhe ruajtja e funksionimi i mekanizmave të barazisë nuk janë vetëm thjesht çështje teknike. Ato janë element thelbësor për kohezionin social, për stabilitetin institucional. Gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut, presidenti i Shqipërisë zhvilloi bisedime të ndara edhe me liderët shtetëror dhe politik të këtij vendi. Edicionin qendrore vazhdoj me informacione nga vendi. Sot i është dhënë lamtumira e fundit veprimtarit të çështës kombëtare ish të burgosurit politik, artistit Mentor Kaçi. Në ceremoninë e varrimit, kryeministri Kurti tha se mentori ishte ndër ata njerëz që nuk dëshironin protagonizëm, por bënin krejt çka ishte mundur për lirinë e popullit dhe Republikën e Kosovës. Në varrezat e qytetit në Gjakov i është dhënë lamtumira e fundit artistit dhe adetarit të shquar veprimtarit të çështjes kombëtare Mentor Kaçi. Si ish i burgosur politik, artist dhe patrioti i madh, mentori ishte ndër ata njerëz që nuk dëshironin protagonizëm, por bënin krejt çka ishte e mundur për lirinë e popullit, për Kosovën, Republikë dhe për bashkim kombëtar. Kështu është shprehur në fjalën e tij lamtumirëse kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Krijues i mirë, artist i madh, i cili e kombinonte estetikën me patriotizëm. Pak njerëz e dinë, sepse mentori nuk e ka treguar, që është ndër të parët që i ka qep uniformat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Andaj, ndonse një vdekje e papritur, kjo është vdekje fizike e një jete që ja ka vlejtur fort. Po një jete që ja ka vlejtur fort për mentorin e që ja ka vlejtur fort edhe për të gjithë ne, të cilët shumë gjatë do ta kujtojmë, e madje edhe breza tjerë të cilët do të mësojnë prej tij. Sot është një moment kur gjithë ne i japim lamtumirën e fundit një bashkëtetorit ton të jashtëzakonshëm, ekzemplar. Një copë të historisë sonë, po ka qenë edhe inspirim për shumë tjerë. Prej sot kemi me e gjetë në letra, kemi me e gjetë në memorien tonë, në përkujtime, por kujtimi për të nuk ka me ushu, për shkak se vepra ati nuk ka me ushu. Sot s'mujt flas shumë, po më tradhën zëri dhe emocionet. Do ta kujtojmë gjithmonë, ashtu siç ishte i thjesht, i dashur për të gjithë. Edhe njëri falenderoj shumë që keni ardhur për t'i dhënë lamtumirën e fundit. E vlerësoj shumë, edhe unë personalisht, po dhe familja jonë. Si njëri prej udhëheqësve të celulave të para për qlirim, Mentor Kaçi u dënua me 12 vjet burgim. Në vitin 1981 u dënua me 5 vjet burg, ndërsa në vitin 1991 7 vjet. Ndryshe, Mentor Kaçi ishte edhe punëtor i ish radio-televizionit të Prishtinës. Cila është strategjia e qeverisë Merç ndaj Ballkanit? Këtë pyetje Anila Shuka e shtroi gjatë festimeve të 18 vjetorit të pavarësisë që u zhvillua në fillim të kësaj jave në Berlin. Por në fund të javës vëmendja u zhvendos në rajonet të tjera të botës. Në vazhdim, shikues të nderuar, për mbledhja javore e Deutsche Welles. Në fund të javës bota u trondit nga lajmet e sulmeve ushtarake të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Këtu në Berlin reagimi ishte i menjëhershëm. Ministria e Jashtme mblodhi shtabin e krizës, ndërsa kancelari Friedrich Merz bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin britanik Keir Starmer lëshuan një deklaratë të përbashkët ku dënuan ashpër sulmet e fundit iraniane ndaj shteteve në rajon dhe kërkuan kthimin e menjëhershëm në bisedime diplomatike. Kjo gjendje e jashtëzakonshme vjen në një moment
tepër intensiv për diplomacinë gjermane, sepse kancelari Merz po përgatitet të udhtojë në Washington në javën e ardhshme për një takim kok më kok me presidentin amerikan Donald Trump. Ndërkohë vetëm pak ditë më parë, Merz ishte në një vizitë pragmatike në Kinë, në Pekin dhe Hangzhou, ku u përpoq të përmirësonte marrëdhënie tregtare pa e etiketuar Kinën si rival sistematik. Ai siguroi një porosi befashuese për 120 avionësh Airbus, me shpresën se kjo do të reduktonte në një farë mënyrë edhe deficitin tregtar të pashëndetshëm mes Gjermanisë dhe Kinës që ka arritur në mbi 89 miliard euro. Vëmendja në Berlin u ndal edhe tek Kosova. Në Bashkinë e Kuqe të Berlinit u festua 18 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Ngjarja mlodhi figura të rëndësishme duke përfshirë si të ftuar deri dhe ministrin e jashtëm e porsa zgjedhur të Kosovës Glauk Konjufca. Fjalimin kryesor në emër të qeverisë federale gjermane e mbajti Frank Schwabe nga socialdemokratët, i cili është edhe ministër shteti në Ministrinë e Drejtësisë. Ai lavdëroi fuqishëm Kosovën për ndërtimin e institucioneve dhe theksoi se zgjedhjet në Kosovë janë gjithnjë të lira dhe të drejta, diçka që nuk mund të thuhet për çdo shtet të Këshillit të Evropës, tha Schwabe, i cili në vitet e mëparshme ka qenë kryetari i delegacionit të Gjermanisë në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe që është angazhuar me forcë të madhe për antarësimin e Kosovës në këtë institucion. 8 muaj mbas ardhjes në qeveri të koalicionit të drejtuar nga kancelari gjerman Friedrich Merz, lind pyetja se cila është strategjia e Gjermanisë ndaj Ballkanit Perëndimor në përgjithësi dhe Kosovës në veçanti. Përfaqësuesi i partisë së kancelarit dhe të ministrit i jashtëm pra të Unionit Demokristian Peter Bayer, i cili tashmë është drejtues i grupit për Ballkanin Perëndimor nga CDU-CSU, mbështeti idenë e hapave të ndërmjetës, përmes të cilëve vendet kandidate do të shpërblehen herët me të drejta evropiane për reformat e suksesshme, në vend që kjo të ndodh vetëm në fund të procesit. Po, sidomos për sa i përket Kosovës, ai paralajmëron se kjo metodologji mund të keq përdoret si një rrugë qore për ta lënë Kosovën të jashtë Bashkimit Evropian, pasi sfida kryesore sipas Bayerit është dialogu i bllokuar i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Bayer kritikon ashpër për këtë Bashkimin Evropian, i cili në këtë dialog ka qenë thjesht shumë i dobët dhe për shkak të faktit që 5 shtete anëtare të tij nuk e njohin Kosovën. Megjithatë, ai thotë se tani që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po tërhiqen gjithnjë më shumë nga Ballkani Perëndimor, Evropa dhe Gjermania duhet të marrin urgjentisht më shumë përgjegjësi të tyre. Dhe politikani të gjelbërve Boris Mijatović kritikoi në një intervistë me Deutsche Welle faktin që qeveria në kancelarin Merz deri më tani nuk ka paraqitur asnjë strategji të re për Ballkanin Perëndimor dhe ai është i mendimit se Kosova ka bërë një progres të qartë në luftën kundër korrupsionit dhe shtetin e së drejtës, duke vënë theksin se këto përparime janë edhe në kontrast të fortë me regresin që është bërë në vendin fqinj pra në Serbi dhe në të njëjtën kohë ai paralajmëroi gjithashtu fuqishëm për një problem masiv besueshmërie të Bashkimit Evropian, pasi askush nuk beson më në qëllimet e vërteta të antarësimit. Për të ndalur emigrimin masiv të rinisë, Mijatović kërkon investime të drejtpërdrejta gjermane në sistemin kosovar të arsimit, si dhe një iniciativë të përbashkët diplomatike nga kancelari Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Nderuar shikues, kaq për këtë edicion qendror të lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.